الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Falënderimet dhe lavdrimet më të përzemërta dhe më të sinqerta i takojnë krijuesit ton, Allahu xhalla xhelaluhu, të cilin e lutim për mëshirë, e lutim për falje gabimesh, e lutim për drejtim në rrugën të tij, në rrugën e Islamit. Dhe gjithashtu në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë të xumas, i dërgojmë salatet dhe selamet e tija mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, pejgamberi i fundit i njerëzisë, mësuesi i njerëzisë, ai i cili e bani të qartë rrugën e drejtë nga ajo e shtemta, që e bani të qartë errësirën nga drita. Allahu xhalla xhelaluhu qoftë i kënaqur me të dhe me familjen e tij dhe me shokët e tij besnik, të cilët ndoqën rrugën e tij dhe mbi gjithë ata besimtar dhe besimtare që do ta ndjekun këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, sot kisha dëshirë të flas rreth një teme, të cilën unë kam filluar më përpara, por do të vazhdoj të zbërthej disa pika të tjera në lidhje me këtë temë. Dhe kjo temë ka të bëjë me rëndësinë e komunitetit, shërbimin në komunitet dhe veçanërisht sot do të flas rreth ndikimit që ka bashkimi i njerëzve në komunitet. Do të thënë ndikimi i bashkimit në komunitet, kur njerëzit janë bashkë, çfarë pikash pozitive mund të shikojmë në bashkimin e besimtarëve. Si pikë e parë, dhe unë kam 5 pika, në mënyrë të shkurtë inshallah do të shkojmë rreth këtyre pikave. Si pikë e parë, kur besimtarët janë të bashkuar dhe kanë komunitet të mirë, të fortë, ajo bën ose mundson ndërtimin e rrjeteve të forta të mbështetjes. Pra njerëzit qëndrojnë pra njëri tjetrit në kohë nevoje. Dhe nëse ata nuk janë të bashkuar në komunitet, atëherë ata as nuk e njohin njëri tjetrin. Prandaj bashkimi ka shumë rëndësi. Kur njerëzit ndihmojnë vazhdimisht njëri tjetrin, krizat nuk e thyen komunitetin, ato zbulojnë forcën e tij. Nëse një komunitet është i bashkuar, pra çdo lloj shtuhie që të vinë në atë komunitet, nuk e ndan komunitetin, por komuniteti din dhe arrin ta përballojnë atë sfidë. Por nëse komuniteti nuk është i bashkuar, atëherë dhe një sfidë shumë e vogël që t'i vinë komunitetit e prish komunitetin komplet. Prandaj ka shumë rëndësi bashkimi, ka shumë rëndësi dhe të qenurit aktiv në komunitet. Dhe njëherë, kur njerëzit janë aktiv dhe mësojnë me punu me njëri tjetrin, mësojnë me diskutu me njëri tjetrin, mësojnë me respektu njëri tjetrin, mësojnë me pas vizione të njëjta, qëllime të njëjta, atëherë sa do stuhi me pas për jashtë, çfarë do lloj sfidet me ardh për jashtë, nuk mund ta thënë komunitetin. Pse? Sa ato janë bashkë, janë mësuar me punu me njëri tjetrin, kanë vizione të njëjta. Pra për njëtë ka shumë rëndësi të qenurit aktiv dhe komunitetit të jetë bashkë. Një pikë tjetër është gjithashtu që kur njerëzit janë aktiva në komunitet, kur të gjithë mendojnë për bashkimin e komunitetit, kjo zvogëlon dhe parandalon krimin në shoqëri përmes angazhimit komunitar. Si mundet kjo krimi? Do të thonë duke qenë unë aktiv në xhami, duke qenë unë i bashkuar me komunitetin, duke
qeni përkushtuar për komunitetin, si ka mundësi që krimi të zvoglohet. Po, është e vërtet që krimi zvoglohet. Nuk e kemi fjalën vetëm për krimin në komunitetin ton, nuk e kemi fjalën për krimin e besimtarve, se njerëzit të cilët vinë në xhami në përgjithësi janë njerëz të moralit, nuk janë njerëz të krimit. Edhe ndodh që me kanë njerëz të cilët bajnë krim. Nuk është e thanur, por në përgjithësi është diçka paradoksale që njerëzit të cilët vinë në xhami, që falen, i luten Zotit, me kanë njerëz të krimit. Por nuk është pika këtu, pika është që ndalon krimin jashtë. Si ndalon krimin jashtë? Në kohën e profetit alayhis salatu selam, do ta lidhi këtë në kohën e profetit. Kur shfaqej e keqja në shoqëri, dhe nuk e kam fjalën në xhami dhe herë, kur shfaqej e keqja në shoqëri, ai paralajmëroi se nëse njerëzit e shohin të keqen dhe nuk veprojnë, nuk marrin masa, ndëshkimi mund të përhapet mbi të gjithë. Pra, e kanë mundësinë për me marrë masa, me ndalu të keqen jashtë, nuk e ndalojnë. Atëherë mundet që ndëshkimi i Zotit marr për të gjithë, për të mirët dhe për të këqijt. Pra, shkon i miri ose shkon i miri me të këqijt. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e tij famlart ka thënë: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab." Dhe ruajuni nga një sprov ose fitne që nuk do t'i godas vetëm ata për jush që kanë bërë pa drejtësi. Dhe dijeni se Allahu i madhrueshëm është i ashpër në ndëshkim. Dhe njëherë, ruajuni thet një sprove që ju vjen dhe nuk i ndan vetëm ata të cilët janë kriminal. Nuk i ndan vetëm ata që janë njerëz të këqij, po ju merr edhe juve bashkë me ta. Si ne merr bashkë me ta? Edhe njëherë siç e thash përpara, kur ne si besimtar ndalojmë punën e ndalimit të së keqes jashtë. Dhe tha ne nuk punojmë për ndalimin e së keqes. Atëherë mundet që Zoti me ndëshku të gjithë bashkë. Po mirë, unë kujtova se ne si besimtar jemi të obliguar vetëm thjesht në xhami me praktiku dhe mi dhanë selam njëri tjetrit, në familjet tona, në komunitetin tonë dhe maraj. Dhe fatkeqësisht në shumë vende të botës, jo vetëm në vendet tona, por në Amerikë dhe në shumë vende të botës, shumicat e komuniteteve, shumicat e xhamijave janë komunitete ose xhamia ku Islami është brenda 4 mureve të xhamisë. Dhe thanë, sa është efektive xhamia ose komuniteti jashtë 4 mureve të xhamisë? Për shembull, në këtë lagje ku jemi ne, a na njohin njerëzit? A njohin punën tonë? A kontribojmë në parandalimin e krimit? A kontribojmë në ata të cilët janë të varfën, duke ndihmu? Jo po, ne ndihmojmë vetëm muslimanët, absolutisht ja. Ne ndihmojmë muslimanët dhe jo muslimanët. Ne vendosim shembull në vend ku jetojmë. Ne jemi muslimanë dhe vendosim shembullin tonë në vend ku jetojmë për muslimanë dhe për jo muslimanët. Kështu, do thonë, kjo është Islami jonë. Pra, dhe njëherë, shumica fatkeqësisht e konsiderojnë praktikimin e Islamit një praktik e cila është e izoluar brenda 4 mureve. Dhe kjo nuk është Islami, kjo nuk ka pjesë e Islamit kështu. Pra, dhe njëherë, nëse ne jemi aktiv, nëse e mira dominon në shoqëri, atëherë automatikisht e keqja bjen poshtë. Kurani thot që kur vjen e mira, el haq, e përmend, jo të mirën, po e drejta, e vërteta. Wa qul jaa el haq wa zahaqa al batil. Thuaj, o pejgamberi alayhis salam, që e drejta erdhi, e vërteta erdhi dhe e keqja ose e shtremta u zhduk.
Pse se kur vjen drita, sa do ersin me kenë aty. Ersina ik. S'ka vend kur ka dritë aty. Prandaj ne duhet të kemi parasysh që kur ne jemi aktiv, dhe njëherë pika ishte kjo, që kur ne jemi të bashkuar, kur ne e konsiderojmë veten tonë pjesë të komunitetit, jemi aktiv në komunitet, kjo bën që edhe krimi të ndalohet në atë vend ku ne jetojmë, të reduktohet. Dhe njëherë, sikur ta praktikojmë Islamin siç duhet, se nëse ne praktikojmë Islamin brenda 4 muajve dhe nuk ka as pak lidhje me shoqërinë e cila është jashtë 4 muajve, atëherë ajo gjatë tjetër. Për kufizimi jonë Islamit është i gabum dhe praktika është e gabume. Atëherë, në lidhje me këtë pejgamberi alayhis salam, ajetin të cilën e përmenda më përpara, besoj që e mani mend. Keni frikë thet, një ditë, uttaqu, keni frikë, kur do t'ju bajnë, dhe thanë do t'ju vinë një sprov nga Zoti. Dhe nuk pyet aty sprova se a do t'i sprovoj, ose nuk pyet Zoti se a do t'i sprovoj vetëm ata të cilët janë gabimtar apo edhe ata të mirë, i merr të gjithë bashkë. Hadithi pejgamberit alayhis salam vazhdon në këtë duke thënë që inna Allaha la yu'adhibu al-'ammata bi'amali al-khassa hatta yaraw al-munkar bayna dhahranayhim وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. Allahu nuk e ndëshkon masën e përgjithshme për shkak të veprimeve të një pakice. Dhe njëherë, Allahu nuk e ndëshkon masën e përgjithshme për veprimin e disa personave. Por përderisa ata ta shohin të keqen hapur mes tyre dhe janë në gjendje ta ndryshojnë, por nuk e ndryshojnë. Pra, dhe njëherë, nëse ndodhin probleme, krime, djallëzira dhe disa prej tyre i bajnë, por besimtarët janë të vëmendshëm, mundohen që ti reduktojnë, janë punë e sipër, ka komunitet, atëherë çka ndodh? Allahu nuk i sprovon ata me sprova të mëdha. Por nëse unë si besimtar, unë si pjesë e komunitetit, ti si pjesë e komunitetit, ne së bashku e lejojmë që djallëzira të veprojnë në komunitet ose në vend ku jetojmë, atëherë Allahu xhalla xhelalu mund të sprovojnë të gjithë bashkë, të mirën edhe të keqen. Hadithi pejgamberit alayhis salam. Imam Ahmed e përmend këtë në musnedin e tij, në përmbledhjen e tij. E ka edhe disa pika tjera që unë nuk kam kohë sot që të zgjatem në to, por inshallah në të ardhmen do të flasim edhe rreth disa pikave tjera. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na bëjnë nga ata të cilët janë aktiva, nga ata të cilët i kuptojnë rëndësinë e qenurit në komunitet dhe gjithashtu e kuptojnë se të qenurit në komunitet, të qenurit aktiv në komunitet, shërbimit, vullnetarizmit në komunitet, të qenurit vullnetar në komunitet, është një mirësi e madhe që Zoti t'jep ty. Nuk jetu ba ti mirësi vllajt tan, as mos jetu ba mirësi për vullnetarizmin tan, por në fakt jetu i ba mirësi vetvetes tane. Një dietar që nga koha Osmane, do thënë në vitet 1800 sa, 1900 sa, me ixhazet nga vitet e do thënë Osmanlive, që ka jetu në pjesën në Irak përpara, e kam rrit me, do thënë e kam rrit, kam kenë shumë si thënë, ka kenë mirësi Allahu xhalla xhelalu që un kam dëgjuar disa prej legjëratave të tija, dietar famos, Sheikh Masum thotë që kur njeriu jep, thotë, kur njeriu jep në xhami ose në komunitet, nuk ka duke i bë favor komunitetit, thotë. Mas ta konsiderojnë sikur atu i bë favor se unë zjarra $1.000, $5.000, $10.000. Ti i bë favor vetvetes, thotë. Se në ditën e gjykimit do të delsh ti para Zotit dhe ti do të kesh ata sevape dhanën. Nuk i kam unë ata sevape as personi tjetër, po ti do t'i merresh ata sevape.
Prandaj Allahu duke të favorizu ty, që të ka dhënë ty atë mundësi për me dhanë ose me kontribu në mënyra të ndryshme, dhe jo vetëm në aspektin e parës, pa dhe në mënyra të ndryshme. Allahu na shtoft mirësinë në zemrat tona, na baf nga ata të cilët janë të vëmendshëm dhe jo të luhatshëm, nga ata të cilët kanë stabilitet në fenë e tyre dhe në veprat e tyre. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdal kamilina, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Dear brothers and sisters, earlier during the Albanian part of the khutbah, I was touching a few points. These are very important points in regards to being a volunteer and being an active member in the community, and taking Islam outside of these four walls of the masjid. When the deen came, when the Quran was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was never meant to be within the four walls of the mosque. It was always meant to build a strong home inside, and then also build strong relations and observe and change for better the society outside and spread the values outside. This is what's meant. Now, unfortunately, around the world, we see the opposite. We see people try to maintain their identities and their values and their prayers and everything within the four walls, but then fail to take that message outside. And this is a big problem. So in order for us to be active, in order for us to volunteer, we need to understand, as we become volunteers or active members, proactive members in the community, we have to understand that we have a responsibility within the house, but also that responsibility extends outside as well. Now, why? I will get into a few details right here. And that's what I want to talk in these few minutes that I have. There is an impact. What's the impact of service on the community when you volunteer? Number one, it builds a strong support network. People show up for each other in times of need. When people constantly help each other, crises don't break the community. They reveal its strength. When the community is together, when you are active and everybody else is active, you learn how to deal with one another. So any challenge that comes from outside, any obstacle that comes from the outside, you know how to deal with each other. You know how to run things. That's not going to shake the boat. But the moment the challenge comes and you're not active, you're not proactive in the community, there is no strength in the community, even a small obstacle is going to rock the boat. And that is a problem. That's why we always have these issues. Every community has challenges. Every community has times when the boat rocks. But the best thing is when that time comes for us to all be together and be proactive individuals. Learn how to work with one another. Number two, it reduces, when we are active and when we volunteer in the community, it reduces and prevents crime through community engagement. Wait, what? It prevents crime by me being active in the community? Yes. How? Well, there is an ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Which means, and fear a trial which will not strike those who have wronged among you only or exclusively, and know that God is severe in punishment. Again, be aware of a time that will come and God is going to let this fitna take over, this trial take over in society, that is not going to spare only the wrongdoers. I mean, it's not going to fall only on the wrongdoers and spare the good people. No, it's going to fall upon everybody. Nabi sallallahu alayhi wasallam elaborates on this one by saying, إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. God does not punish the general public because of the actions of a few. So overall, the rule is that God does not punish the general because of a few wrong people, because of a few evil people. But, he says, when they see evil, when these good people see evil openly among them, while they have the ability to change that evil and they don't do so, then Allah can send that punishment upon them or that trial upon them. So now, as a Muslim, I'm not responsible to make sure that there is no evil in the masjid or within my own community, but I want to make sure that evil does not exist around here as well. In the neighborhood where I live, in the city where I live, in the village where I live, in the county where I live. Why? Because I'm proactive here, and this has an impact outside as well. By doing what? By spreading the good, by helping people, by cleaning, by doing so many things that are necessary, by building bridges with other faith communities so we can all together work for the betterment of society, right? These are universal principles, but the reality is something else. Do we really do them or not? Or are we really focused on, this is just me and this is my circle right here and I don't care about anything else? That's not Islam. That is not Islam. Otherwise, if that's the case, then don't be surprised if a fitna comes. Why the Muslim world is suffering right now? Why there is a chaos, a commotion everywhere, especially in Middle East? Why? Because of this. Because of this fitna that has fallen, and we have stopped standing for what is right and forbidding what is wrong. Because we're all concerned about our own nafsi, nafsi, my own self, my own self. We don't care about the others. Yeah, when we see somebody suffering, here is a piece of bread, here is a few dollars. We're not talking about that. We're talking about improving societies. كنتم خير أمة أخرجت للناس. You're the best of the people that came out of the humankind. أئمة يهدون. You are leaders in guidance, guiding the others. This is your purpose as an ummah, as a community. So, another point that I want to mention also is that improves the mental health for both volunteers and recipients. And this will be the last one. I have a few more. Since we're out of time, inshallah, I will close it with this one. When we are active in the community, brothers and sisters, it improves, again, the mental health for both volunteers and recipients. We live in a time where a lot of people, they struggle because of loneliness. Sometimes they don't say that, but stress explains the loneliness. Depression explains the loneliness. I have the money, I have the house, I have the best car, but I'm alone. People don't care about me. You see that a lot here. Why is this? Because there's no socializing. A part of socializing is that you also do something for the others. Right? You serve the others. And now, let me see what Nabi sallallahu alayhi wasallam says here. أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. The most beloved people to God are those who benefit others the most. That's a big word. The most beloved people to God are those who benefit others the most. You want to be beloved of God? Serve the others. Wait, what else is there? Well, let's look at it from a scientific, from a medical perspective. There are researches that they have done, a long-term study. We're talking about statistics. 12 years, 5,000 people plus, found that those who volunteered regularly, 100 plus hours a year, 100 plus hours a year, had about 45% lower risk of becoming lonely individuals compared to non-volunteers. This is according to National Library of Medicine.
Another statistic says, more service, more protection from loneliness. Again, loneliness can bring that depression and anxiety and all of that stuff. People, they end up even having suicide because nobody cares and they feel that they are neglected. There are a lot of these disease, mental issues that pop up as people, they feel lonely. So, research shows that higher levels of volunteering, and it includes it says consistent volunteering. Not going once a month in the mosque and saying like, look, what do you guys need? I'll be here. What, we need you more than that. No, I have no time for you. I am busy working and studying. I have no time for the masjid, man. This is, no, don't view it that way. Subhanallah, the house of Allah, the community, your brothers, your sisters. You know, we have unfortunately the approach of a lot of people, like they're doing a favor. Very wrong. So again, research shows that higher levels of volunteering, consistent involvement, are especially effective in reducing loneliness, not just occasional acts again. Multiple studies also consistently show that people who serve others report higher life satisfaction. They're more satisfied in their life when they are active serving. Lower depression and better psychological health. Overall, the psychological health is better. And also, it provides a sense of purpose and belonging. How many people out there, they feel like they don't belong? Why? Because they don't volunteer. What's my purpose? Where can I get engaged? Why I feel like this? Why? Volunteer. Start volunteering. And you will see very high purpose in doing so. And you will see how Allah subhanahu wa ta'ala also will open the doors for you to do better and better. So again, being active in the community is a must. Being proactive, meaning consistent in the community, in helping is a must. It is not a luxury. It is not just whether I like it or not. It is not with no purpose. It has a very big purpose, and it changes you and it changes the society where you live if you are proactive in the community. So I hope, inshallah, through the other activities, we become people who are active, and we are all responsible for our own place, right? We may not be responsible to what happens in a different state or in a different country, but Allah will hold us first responsible for where we live. May Allah help us achieve our goals. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an ahli bayt Rasulillah wa ashabi al-kiram والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. استجب دعاءنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على أنفسنا يا خير الناصرين. وتقبل منا صلاة الجمعة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، يقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.